Kolegji zgjedhor vendosi të rrëzojë kërkesëpadinë e Partisë Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore kundër një vendimi të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, që i kishte hapur rrugë numërimit të 53.000 votave të emigrantëve shqiptar në Greqi. Kryekomisioneri shtetror për zgjedhjet Ilirian Celibashi kishte vendosur që zarfet e ardhura nga Greqia të mos numëroheshin, për shkak se Partia Demokratike kishte ngritur pretendime për parregullsi për mënyrën se si ishin dorëzuar zarfet e po ashtu për mënyrën se si ishin përcjellë në Shqipëri. Por Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve e shfuqizoi këtë vendim të zotit Celibashi dhe urdhëroi që këto vota të numëroheshin. Partia Demokratike nuk u ndal, por vendosi ta godas këtë vendim në kolegjin zgjedhor, ku edhe u mbaj gjatë së premtes seanca. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike nuk u paraqitën në seancë dhe përmes një emaili kishin informuar kolegjin se nuk mund të ishin të pranishëm, pasi rrugët ishin të bllokuara për shkak të zhvillimit të samitit evropian në Tiranë. Megjithatë, kolegji vendosi ta zhvillonte seancën pa praninë e tyre dhe pa praninë e palës së tretë të interesuar, Partia Socialiste. Pasi e shqyrtoi për disa orë me radhë këtë kërkesëpadi, kolegji vendosi ta rrëzojë atë, duke i hapur rrugë përfundimisht numërimit të 53.000 votave të emigrantëve shqiptar. Kolegji zgjedhor gjyqësor, pasi shqyrtoi provat në dhomë këshillimi, vendosi rrëzimin e kërkesëpadisë, rrëzimin e kërkesës për sigurimin e padisë, lënien fuqit vendimit numër 50 datë 13/5/2025 të Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve. Ky vendim është i formës prerë dhe ndaj tij nuk lejohet ankim. Nga numërimi i këtyre votave mund të ketë lëvizje edhe në numrin e mandateve, të paktën në 3 qarqe: Tiranë, Fier dhe Lezhë.